Në turneun Autoktonë 2025 u zhvillua në Shkodër, pikërisht për festën e famurit, kishte pjesëmarrje nga gjithë trojë shqiptare, por në ndryshëm Kosova nuk mund të mungonte. Edhe Akademia e Kika pikërisht nga Kosova me trajnerin Mergim Kastrati ishte pjesëmarrëse dhe spikati për lojrat dhe për fitoret e bukura. Urime Mergim. Shumë faleminderit. I kënaqur për këtë aktivitet? Jam shumë i kënaqur si me organizimin, si me pritjen, gjithmonë është viti 4 që vimi në qytetin e Shkodrës, gjatë sezonës verës, gjithashtu edhe është për festën e flamurit. Për neve është nderë dhe kënaqësi shumë e madhe të jemi këtu prezant në këtë festë ndërkombëtare si për shtetin e Shqipërisë, ashtu edhe për ne kosovarët. Thatë që është turneu i 4 që jeni pjesëmarrës në Shkodër, natyrisht i keni ndjekur edhe të nëtën e parshëm, organizimi patjetër se ju ka lënë bresa. Po, siç e thash edhe më parë, organizimi është në nivelin më të mirë të mundshëm, si këtu në qytet pas ndeshjeve që po zhvillojnë, po kalojmë shumë mirë. Qyteti i Shkodrës është një me qytetarë që janë shumë mikprica. Për neve këtë vit ka qenë një motiv shtesë që të vim për arsye që vllau im Lirim Kastrati është pjesë e vllaznisë Shkodrës, i cili ka dalur nga Akademia e Kikës dhe tash është në Shkodër pjesë e ekipit të parë. Me të vërtetë që ishte diçka krejt e veçantë pjesëmarrja e Lirim Kastratit dhe e kolegët e tij titullar të vllaznisë, si Bekim Balej, Ardinis Gurisa e të tjerë, por Lirim Kastrati provonte për herë të parë se të ndiqte jo vetëm turneun në Shkodër, por edhe vllajin duke drejtuar. Dhe u shpreh pak më herët në intervistë shumë i emocionuar. Po, natyrisht se nuk e pritëm them drejtë, nuk e pritëm që do të vi. Ishte në momentet e fundit kur na njoftoi që do të vi si befasi për gjithë kalamajt këtu që janë pjesëmarrës në Autoktonës në këtë turne, por gjithashtu ishte një motiv shtesë edhe për fëmijët e akademisë tonë që u befasuan shumë me prezencën e Lirimit, kapitenit, Balaj dhe gjithashtu edhe të Gurishtit. Shpresojmë që edhe ndonjëherë jo vetëm nga Akademia e Kikës, por edhe nga gjithë shkollat që ishin pjesëmarrëse shkollat e futbollit, që të ndjek hapat e Lirimit, Balajt, Gurishtit, që një ditë të na përfaqësojnë ndërkombëtarisht. Duke qëndruar tek Lirim Kastrati, patjetër që Akademia Kika është krajnare që ka dalë një emër e tillë si Lirim Kastrati që ka mbritur në nivele të larta në Europë, por tashmë luan në vllaznim. Po natyrisht, sepse gjithashtu për ne, për gjithë fëmijët, Lirimi është simbol atje në vendin e Hogosht, ku aty ku zhvillojnë gjitha aktivitetet Akademia jonë, edhe synimi i tyre është gjithmonë që një ditë të kenë sukseset e Lirimit, pse jo dhe të mërrin më shumë se Lirimi. Për atë arsye që shpresoj që të vazhdojnë gjithë me punë, edhe jetës nuk i dihet. Do të ndonjëri do të ketë fatin edhe të çështë tash më herët, më të madh se Lirimi që të arrijë majat e futbollit evropian. Mergim, patjetër se ju si vllai i madh i Lirimit keni lutur futboll vetë, tashmë trajner, por patjetër se Lirimi përmbështetur që ka marrë edhe ato motivat e para, nxitjet e para për të bashkuar për futbollin. Po, Lirimi fillimisht ka filluar atje tek fshati Hogosht, aty ku është Akademia jonë, për të vazhduar në Prishtinë dhe nga Prishtina erdhi në Kamës këtu. Nga Kamza tani bëri ato hapa gjigant për në Evropë, ku ishte tek Lokomotiva, te Dinamo Zagrebit, ishte te Legia në Poloni dhe së fundi ka qenë pjesë e ekipit Fehervar në Poloni. Tani është pjesë e ekipit të Shkodrës, ku shpresojmë që këtë vit të dali kampion, ashtu si është edhe synimi i gjithë ekipit dhe gjithë qytetit Shkodrës. E shikoj që prania e Lirimit tek vllaznia ju ka bërë tifoz gjithë familjen Kastrati patjetër, por edhe Akademinë Kika, fshatin tuaj dhe Kosovën përgjithësi. Po, është e vërtetë, tash shumica e miqve tanë, familjarëve tanë ndjekin ndeshjet e vllaznisë si këtu vendas, por edhe nëpërmjet televizorit. Por ne natyrisht dikush prej familjarëve në çdo lojë pa qenë këtu është e pamundur. Lirim Kastrati, urime për suksesin e këtë turne dhe suksesin vazhdimsi. Shumë faleminderit, suksese për ju, ishte kënaqësi.